Një tërmet i vogël me magnitudë 2,7 balë goditi pranë bashkisë Maliq. Gore, qarku i Korçës. Në jug të Shqipërisë. Shqipëri. Sot më 18 shkurt 2026 në orën 02:13 me orën lokale. Ose më 18 shkurt 2026 në orën 00:52 UTC. Si që është raportuar nga MSC në faqen e saj të internetit. Tërmeti është vendosur në një thellësi të cekët prej 15,0 në sipërfaqe. Në koordinatat gjërësi gjeografike 20,784 dhe gjatësi 20,638. Magnituda e saktë. Epicendra dhe thellësia e tërmetit mund të rishikohen brenda orëve ose minutave të ardhshme ndërsa sismologët shqyrtojnë të dhënat dhe përsosin llogaritjet e tyre, ose ndërsa agjencitë e tjera lëshojnë raportin e tyre. Qytetet ose qytetet pranë epicendrës përfshijnë Maliq, qarku i Korçës, Shqipëria Jugore, që ndodhet 10 nga epicendra. Pogradec, qarku i Korçës, Shqipëria Jugore, që ndodhet 13 larg. Korçë, qarku i Korçës, Shqipëria Jugore, ndodhet 22 larg. Bilisht, Jugore, qarë, Shqipëriaku i Korçës, qarë. Masa e rekomanduar e veprimit është të jesh vigjilent për pasgoditjet e mundshme që mund të ndodhin. Le të lutemi që ky tërmet të mos ketë ndikim të madh te vëllezërit dhe motrat tona atje dhe të mos ketë më tërmete. Amen.